Mifti i Shkodrës Imam Muhamet Sytari zhvilloi një vizitë pranë Varrezë Katolike të Rrmajt, teksa u prit nga arqipeshri Giovanni Paragjine. Kjo vizitë erdhi në kuadër të rikthimit të lirisë së besimit, ku 35 ditën e parë në Shkodër u zhvillua mesha e shenjtë në Varrezë të Rrmajt me 11 dëntor dhe më pas me 16 dëntor u kremtua falja parë në xhaminë e Plumbit. Arqipeshri Paragjine tha se akoma sot kemi nevojë për njerëz të guximtar, kemi nevojë të luftojmë për lirinë dhe dinjitetin e njerëzit, pasi sot ka shumë ngjarje ku shkelet liria e njerëzit. Jemi këtu duke përkujtuar e më shumë duke vlerësuar kuraju, guximi që kanë pasur këto njerëzit. Besoj që akoma sot ne kemi nevojë për njerëzit guximtar, sepse akoma sot kemi nevojë të luftojmë për lirinë, luftojmë për dinjitetin e njeriut. Akoma sot kemi shumë ngjarje në të cilin në liria e njeriut është e shkelur. Kemi nevojë të marrim guximin e tyre për të luftuar për liri, për demokraci, kundër dhuna. Kemi shumë nevojë për paqe, për armoni. Njerëzit vuajnë në shumë mënyra dhe dhuna psikologjike, dhuna që vjen nga padrejtësi. Ndërkohë Mifti Imam Muhamet Sytari u shpreh se duhet të largojmë frikën. Ka burra, nana, besimtar, ju dorëzuan Zotit, edhe hoqën frikën, e dëbun frikën. Ashtu siç edhe ne sot në përpjekjet edhe bashkëpunimet tona edhe angazhimet tona të përditshme duhet me u nda nga frika. Sepse frika e ban njeriun me jetu skllav, edhe nëse është në majat më të larta të zhvillimeve njerëzore. Unë mendoj se ne sot jemi në një vend, edhe po përkujtojmë bashkarisht në këtë muaj të begat për të gjithë ne, një shkëndi që nuk shuhet asnjëherë të një qytetërimi vlerash të besimtarëve të Shkodrës, muslimanët të krishterë, që bashkarisht përgjatë kohëve kanë ditë me dëshmu një frymë të vllazërisë, të bashkëpunimit, të harmonisë, për cilën të gjithë ne kemi nevojë, e marrë njerëzimi ka nevojë. Dhe besoj se shembulli më i mirë është këtu në Shkodër. Kujtojmë se disa ditë më parë një vizitë e tillë zhvilloi dhe arqipeshri Paragjine tek xhamia e Plumbit.